Përshëndetje të gjithëve, mirë se rikthyer një herë në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një recetë se si mund përgatisni këtë gel fantastik për sy në kurse shtëpie. Është një produkt shumë i mirë për rrydhat e para që mund të jenë krijuar, për rrafat e zinj për syve, për qeskat për syve, por gjithashtu edhe për njollat kapi që kanë tendencë të krijohen shumë në këtë zonë, pasi është një zonë shumë delikate dhe lëkura është shumë e hollë. Ndiqni deri në fund videon për të parë përgatitjen e xhelit dhe aplikimin e saj në fytyrë. Produktet që do na duhen për krijimin e xhelit janë: një kokër patate, xel aloe vera, vaj bajame të ëmbla dhe vitaminë E. Si fillim marrim pataten dhe e grim në copa të vogla dhe më pas i shtrydhim për të marrë lëngun. Lëngu është shumë i pasur me vitaminë C, i cili do të ndihmojë në zbardhjen e lëkurës për syve. Xel aloe vera është shumë i mirë sepse ka veti anti-inflamatore, ndihmon në rigjenerimin e lëkurës, reduktimin e rrafëve të zinj dhe qeskave për syve. Dhe më pas hedhim një lugë çaj nga vaji bajameve të ëmbla. Më pas do të shtojmë dhe 4 kapsula gelatinoze me 100 mg vitaminë E, i cili është një antioksidant shumë i mirë. Më pas do shtojmë një lugë gjelle nga lëngu i patateve, i cili është shumë i mirë për reduktimin e rrafëve të zinj për syve, por edhe për qeskat që krijohen. Të gjithë përbërësit që tashmë i kemi hedhur në enë dhe i përzijem derisa të shikojmë që xheli ka marrë një formë të njëtrajtshme. Më pas e hedhim në kontenitor dhe e mbajmë në frigorifer. Tani t'ju tregoj se si mund të aplikoni kremin tek pjesa e syve. Unë nuk jam shembulli më i mirë për t'ju treguar sot se si mund të aplikoni, sepse kam vendosur make-up. Por siguroni që para se të vendosni kremin, të keni larguar komplet make-upin nga pjesa e syve. Duke qenë që këtu kam vendosur make-up, unë do ta vendos vetëm tek pjesa poshtë. Por ju, kur ta vendosni në kurse shtëpie, siguroni që ta vendosni tek pjesa poshtë syve, por edhe tek zona lart. Unë po e vendos këtu, sepse këtu nuk kam asgjë. Gjithmonë përdorim këtë gisht për të bërë aplikimin e kremrave. Është një zonë shumë delikate. Kur ta vendosni, do të bëni lëvizje rrethore, kështu dhe më pas duhet të ndiqni komplet. Mos e bëni shumë tek pjesa në thellësi të syrit, tek kjo zona këtu, sepse mund të futet xheli në sy dhe mund të shkaktojë irritim. Ushtrojmë pak presion në mënyrë që kremi të përthithet më mirë nga lëkura. Këtë gjë do ta bëni edhe me kremrat e fytyrës. Sepse jo vetëm që ndihmon që lëkura ta përthit më mirë kremin, por gjithashtu nxit edhe qarkullimin e gjakut më mirë në lëkurë. Është një metodë shumë e mirë për të parandaluar edhe shfaqjen e rrudhave në lëkurë. Duhet keni pak durim sepse duhet të prisni derisa
kremi të jetë përfshirë komplet nga lëkura. Mos harroni, gjelin duhet ta mbani në frigorifer, sepse sa më shumë të qëndrojë në frigorifer, aq më i freskët do të jetë dhe do ta ndjeni edhe freskinë kur ta vendosni tek pjesa e syve. Mos harroni ta përdoreni 2 herë në ditë, pasi të keni hequr make-up. Ja që kisha përgatitur për sot. Shpresoj t'ju pëlqej. Bashkë do shihemi javën tjetër në një tjetër video. Deri atëherë, mirupafshim.